A mund të marrë atë kampionat? Ajo pra është. Të marrë nga Ristenia dhe kaq. Se s'ka, Inter, ka lojtarë, ky pëlqej Kibu që po i fut lojtarët, po i fut rezervat shumë lojë. Që mos t'i lodhin të parë. Di Marko dhe Atë që boni vjet ai idioti Tercini më i fort në Evropë. Atë që boni vjet ai mor burr. Inter Izak jo burr që i myti të gjithë burr. Inter Cremonese 2-0 minuta e 22. Cremonese në Milano. Kibu heq ato që i monin pranë, fut Di Markon. 5 minuta Di Marko, pa, 2-1. 2-2. 3-2, 4-2 pjesë e parë. 6-2. Shkëm i qikë bajë. Të putë? Shkëm i qikë bajë. Dajë me qikë jashtë, ko e mirë. Tunde dy beku në afia, tunde. Miri në dhomën e dëshirave. Nga një djalë që kishte filluar të këndonte. Ti s'ke qenë kon Albinës? Me Albinën kam qenë. Kam qenë fiks me, bravo, kam qenë fiks me Albinën në Albinën, po. Edhe ajo shumë. Po jo, kundërshtari më ishte një vajzë nuk më vjen tani për Jo, shkak. a ke qenë atë në atë kohë? Ne kemi qenë në një edicion me Albinën Akelmendi. Me Albinën më jam fshirë shumë emra. Shumë emra më jam fshirë nga Lupo dhe Borisi. Më kujtohen emra që nuk janë më në skenë. Këngëtare shumë e fortë ajo. Albina. Sot. Albina ishte shumë mirë dhe Garive kështu, ishte gocë. Shumë më vjen çudi që s'nuk. Iden që Shiko, ka një problem. Që zërat e shtrirë shumë sot, po, është vështirë. Ja është pak e vështirë, se unë e shoh me veten time. Unë bëj gaspo. Shumë këtu brenda unë nuk shfaq veten time duke kënduar më përcipta që të hap një rrugë. Pse ja kjo është ajo puna e karakterit, që unë nuk dal dot, e kupton? Domethënë do shkoj gjithmonë te ai zëri që më pëlqen dhe ndoshta te Albina e shumë të tjerë gjenden një lloj. Duhet luftosh shumë që të gjesh vend këtu me këtë zhanër që se dha kishte një zë, Albina kishte zë muzikë. Po, ka bërë atë këngën për çeka që ja ka vu vulën, më që është vështirë me ja këndu. Një tek në The Voice apo jashtë? Jo, një emision tjetër, një televizion tjetër. Që ishte live kohën e pandemisë, po harrova këngën. Këngë saj apo këngë? Ishte këngë ndërkombëtare. Trimash, si thënë. Po e ka bërë në rock, e ka qenë, po harrova tash të kuptoj. Malius, vetëm 2 banane. Kam që pak sa këtej sa. Po që nuk e kam. Si duket Tirana? Ja, këtë do të thoshe, nuk e kam menduar që të përshtatesha kaq shumë. Madje unë kisha ja 3 vite pa ardhur në Shqipëri. Edhe kam qenë gjithmonë shumë kundër kësaj që unë në Shqipëri, nuk e imagjinoja do të veten të jetoja këtu, po ndije më mirë se kur në fakt në veten. Se është vendim që e mora kështu. Ka si me Gjermani, vallaj? Po. Më kisha zgjedhur gjithmonë Shqipërinë, Gjermania më maceron nervat. Edhe them shqyr që sa herë kam shkuar, kam qenë për punë, se po të kisha harxhuar lekët për atë vend, do isha mërzit ekstrem shumë. Ka të mirat e veta, po kjo është varet çfarë kërkon jetës. Unë mendoj që në ato momente që shkova unë 15 është shumë mirë. Mendoj që po të isha rrit këtu në ato vite do isha komplet person tjetër. Mendoj që më ka bërë shumë mirë, po nuk do ja kam marrë atë zhvillimin. Po, kam qenë gjimnazet e aty, kam bërë kurse në gjuhës njëkohësisht. Pak në fillim po, se okej, unë e dija kur kam qenë atëherë, se kam bërë dhe kopshtin një vit, kur kam qenë e vogël aty, kam mësuar gjuhën atëherë aty, po normal e kam harruar gjithë ato vite. Dhe ka qenë pak e vështirë se kisha njëkohësisht dhe shkollën, kisha dhe kursin, edhe s'është që kuptoja shumë në fillim, do të thotë s'kuptoja as pyetjet në fillim. Përse me kalim në kohës, was better, po nisa të punoja pastaj. Ti ke më të vëllezër? Jo, jam më vetë. Po still, edhe sot e kësaj dite doja shumë kisha i mos pëse i vla. E di që tani do ishte diferenca madhe, po fund ditës shprap. Ti ke onën edhe Unë kam onën dhe një motë voqkën, të mirë, të ëmbël, të bukur. Që rrezike ka bërë mame trurin dhallë, pa prezencën time. I mbledh pak, a? Shumë, jo pak. Për Agnesën jam mame. Në njërë vjen me